Përtej politikës, artificës, zhurmës dhe lajmit të përditshëm, diku aty mes heshtjes, fle e qet fjala. Fjala që bëhet ndjenjë, dëshmi, sfidë, vetë jeta jonë. Shkrimet e mia poetike nisën më shumë se një dekadë më parë, në kërkim të kuptimit të jetës, dashurisë, filozofisë dhe asaj bukurie që ndonjëherë humbet mes rrëmujës. Sot ju prezantoj librin tim të parë me poezi, një rrugtim shpirtëror mes dhimbjes, shpresës dhe jetës që jetojmë çdo ditë, sepse shpirti ka ende nevojë për letërsi të mirë, për poezi që vjen si muzikë për shpirtin. Dhe e vetmja botë që mbetet, je ti, veç ti, birë. E për këtë, ju ftoj të më bashkoni në panajirin e librit nga data 12 deri në 16 nëntor, në këndin e shtëpisë botuese Toena, për të ndarë së bashku këtë libër i cili vjen si një vepër e munguar në realitetin shqiptar, Dhimbja kërkon shenjë të ri, nga Arseida Gjyli. Ashtu si që mësuat edhe nga spoti, do të ndalemi në këtë hapësirë dedikuar librit e një vepër që vendos në qendër reflektimi filozofik dhe dashurin njerëzore. Libri poetik Dhimbja kërkon shenjë të ri, autores Arseida Gjyli. Në këtë faqe, autoria na kërkon që të përballemi me dhimbjen jo si dobësi, por si një rrugë drejt shenjtërisë, si një mënyrë për ta kuptuar vetë ekzistencën tonë. Unë kam kënaqësinë që ta mirëpres shkrimtaren Arseida Gjyli, një herë është analiste politike, aktiviste dhe një herë është dhe pedagoge në Universitetin Luarasi. Përshëndetje, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta dhe shumë faleminderit për ftesën. Sot jemi në një formë tjetër, jo ashtu siç na ka parë publiku në mënyrë të vazhdueshme gjatë gjithë kohës, intensivisht në politik, në aksion dhe në shenjestër, por tani jemi në një tjetër dimension dhe përpiqemi të japim një anë tjetër të vetes. Dhe pikërisht këtë do të përpiqemi që t'i ofrojmë edhe shikuesit të News 24. Zonja Gjyli, libri juaj Dhimbja kërkon shenjë të ri vjen si një përmbledhje poetike e një dekade të krijimtarisë tuaj. Cila ishte shtysa që u bëri të vinit me këtë vëllim pikërisht tani? Po ashtu siç e thatë ju, ka shumë vite që unë orvatem mes mendimit edhe mbi mendimit nga njëherë, nëse jam gati për të përballur me publikun, sepse për mua në optikën time si një idhtare e letërsisë dhe poezisë, por patjetër edhe e filozofisë në vetvete, e kam parë publikun si gjykuesin edhe kritikun më të madh të një autori dhe të dikujt i cili don të dalë dhe të shpërfaqë veten për atë që ai mendon, për filozofinë që ai ka mbi jetën dhe mbi konceptet e vet jetës. Dhe unë e kam parë në mënyrë kritike krijimtarinë time në mënyrë të vazhdueshme, madje deri në pikën që ky kriticizëm po kthehej deri në një farë pike në vetë përmbajtje dhe gjykoj që vetë përmbajtja kur bëhet fjala për të dalë si autor përballë publikut është e mirë deri në një farë pike, deri në pikën kur ajo nuk të lë pas në kohë dhe nuk bëhet dëmtuese. Po patjetër nuk bëhet dëmtuese e vetë shkrimtarit që don t'i shfaqet publikut dhe praktikisht libri u nis dhe u reklamua në revistën Psikologjia që në vitin e kaluar, në janar të 2024-s, por ndodhen çështje familjare dhe pastaj angazhimi politik, të cilat jo e lanë në plan të dytë, por unë doja që të kishte vëmendjen e duhur dhe gjykova që vëmendja e duhur maksimale nga publiku dhe patjetër nga unë dhe të gjithë dashamirësit do të ishte në këtë panajir libri. Ky ishte momenti i duhur që gjykova se vepra duhet shkonte përballë publikut. Dhe ka qenë një dekadë tërë refleksioni, mendimi, ndjenjash, përjetimesh, filozofie ekzistencialiste, ashtu siç unë e them në libër, sepse duke qenë se unë kam studiuar shkenca politike dhe studime evropiane, jam thelluar në filozofinë ekzistencialiste, atë të filozofinë stoike, pra të stoicizmit, dhe një farë mënyre libri nuk vjen si një koncept i dashurisë në termat e vetëm ndjesores, por më shumë në formën e reflektimit, të asaj që ne tek dashuria përpiqemi të gjejmë kuptimin e jetës, tek dhimbja përpiqemi të njësojmë vetë dinjitetin njerëzor dhe mënyrën se si njeriu duhet që në dhimbje dhe në momente të vështirësisë të mos e humbi veten, por duhet nga njëherë, ashtu siç e them dhe në një nga poezitë e mia, kur ne e shikojmë veten të vogël përballë vështirësisë, t'i kthejmë syt tek një fuqi që është më e madhe se vetja dhe kur i referohem kësaj,
pra kur i referojmë shenjë të ris, e kam fjalën që njeriu i duhet një forcë më e madhe se vetja ndonjëherë për të përballuar ciklet e jetës. Si lidhet dhimbja me shenjë të rinë, duke qenë se edhe titulli i librit është shumë domethënës? Çfarë simbolike ka? Praktikisht kemi qenë në diskutime për pjesën e çfarë titulli do të mbante libri, për faktin që kishim dy ide dhe këto dy ide ishin shumë të forta. Dhe do ta them në fund se kush ishin dy idet dhe pse prevaloi dhimbja kërkon shenjë të ri. Dhimbja kërkon shenjë të ri ishte përfaqësimi i tre koncepteve, i konceptit të filozofisë ekzistencialiste, ishte i konceptit të dashurisë flijuese e cila identifikohet me njeriu më të shtrenjtë që ne kemi në këtë botë, që është nëna, dhe nëna që është sakrifikuesja e shpirtit, dashurisë dhe lidhjes me këtë kordonin umbilikal që ka me fëmijën, si ai kordoni i cili nuk shkëputet kurrë nga fëmia. Pra edhe se ne shkëputemi një ditë nga procesi biologjik, ne shpirtërisht me fëmijën nuk shkëputemi kurrë duke sakrifikuar gjatë gjithë jetës tonë. Dhe elementi tret pastaj është koncepti shenjë të ris, asaj që njeriu i referohet fuqisë më të madhe se vetja, që do të thotë i ngre duart lart dhe kërkon në një farë mënyre të besojë në diçka, dhe në libër është një nga poezitë mia thotë që ne i drejtohemi Zotit kur kuptojmë që jemi të vegjël. Dhe ndoshta njerëzit kanë besimet e tyre, dikush mund besojë në Zot, dikush beson në një diçka tjetër më të mbinatyrshme, dikush tjetër nuk beson në asgjë dhe quhet ateist në fund, por ajo që mbetet si shenjë të ri do të thotë fuqia më e madhe se vetja, që ne i drejtohemi, që në filozofi konceptohet si deus ex machina, makina e cila vjen për të na shpëtuar në momentet ku ne ndodhemi në vështirësi dhe nuk dalim dot nga ngërçi ku na përplas ndonjëherë jeta. Dhe këto tre koncepte në tërësinë e librit janë bashkuar për të identifikuar konceptin e dhimbja kërkon shenjë të ri. Pra ka qenë shumë e thellë dhe është përmbledhje e gjithë konceptit të librit, ndërsa retorika dhe një target lexuesish ose ata me cilët unë kam ndarë mendimtarinë time paraprake, mendonin edhe për një nga poezitë kulmore të librit, e cila citohet edhe në spotin që ne pam dhe e vetmja botë që mbetet, por ne shkuam dhe unë vendosa definitivisht që do të shkonim me konceptin e dhimbja kërkon shenjë të ri, sepse më duket më identifikuese dhe ndoshta edhe më goditse për publikun. Në parathoni ju shkruani se keni parë gjithmonë si mision që fjala poetike të ngjallë reflektim dhe diskutim. Çfarë reagimi keni marrë nga lexuesit e këtij libri? Po, unë praktikisht kam qenë një zë kritik kur vjen fjala tek, pra e kemi mbështetur inteligjencën artificiale, e kemi mbështetur digitalizimin në të gjithë fushat e jetës, patjetër dhe në politike kemi analizuar pafund, por kur vjen puna tek letërsia, tek poezia, tek ndjeshmëria, tek shpirti, pra, kam qenë kritike e madhe të shkruarit me ChatGPT ose të shkruarit me standardizim dhe jo me shpirt, pra jo me frymëzim, jo me influencë. Dhe ndaj i referohem në këtë formë që ne duhet ta nxisim dhe ta kultivojmë në një farë mënyre shkrimin poetik dhe letërsinë në formë shpirtërore, pra në atë që autori në një farë mënyre përpiqet të gjejë muzën e tij për të frymëzuar edhe për të sjellë pastaj mendimtari tek lexuesi. Dhe në këtë epokë që jetojmë pikërisht të mbytur, të zhytur nga në teknologji, mendon që poezia ende arrin që të prek shpirtin e lexuesit? Po, duke qenë se kam 10 vite, më shumë se sa 10 vite që shkruaj dhe sot dhe dje më kanë kontaktuar njerëz, miq, që ndoshta kanë padur vite pa komunikuar dhe më kanë thënë më në fund. Kjo argjendari e vargjeve do dali në letër, madje kanë qenë kolegët e mi ata që më kanë thënë, ok, ti je shumë e mirë në këto gjëra që bën në përditshmëri, por realisht pikën më kulmore e ke tek poezia. Këtë perceptim ka patur publiku, madje në vitin 2013, unë kam botuar për herë të parë dhe kam hyrë në një konkurs poezie nga Ministria e Kulturës në atë kohë, është poezia E vrava mama. Po. Dhe poezia E vrava mama pati një ndikim shumë të fortë të publiku, zgjoi një interes që mbase deri në atë moment poezia nuk kishte arritur ta zgjonte, duke qenë se pati dhe një lloj
viraliteti pra tek publiku, sepse sot prap jemi te koncepti i teknologjisë ku të bërit viral konsiderohet që ka apo jo sukses, por unë gjykoj që nuk është vetëm viraliteti ajo që jep suksesin e shkrimit poetik apo të letërsisë, por vetvete është ndjeshmëria që shkon. Nëse ti ke një target, dhe është një target më i vogël, pra nuk janë miliona lexues, por mund të jenë disa, dhjetra, qindra lexues, në optikën time je shumë i suksesshëm nëse kjo ka depërtuar tek lexuesi, është kuptuar vepra jote. Nuk është qëllimi vetvete vetëm viraliteti, por ndodhi që Evrapa Mama u bë virale pa qenë qëllimi im në vetvete. Përveç kësaj poezie që dikur ka bërë shumë buj, ka ashtu poezi si Priamu, Se vetmja botë që mbetet, që përmendin dashurinë, dhimbjen dhe nënën. Cila është lidhja juaj personale me këto tema? Nëse mund t'ju pyes. Po, patjetër që nuk ka krijimtari letrare, poetike, filozofike, ta quajmë si duam, nuk ka krijimtari që të mos vi nga një indikacion i brendshëm. Dhe do të ishim hipokrit nëse do ta quajnim që kjo ka patur vetëm indicie të jashtme. Patjetër që ne momentet caktuara të jetës ne e dim nga letërsia botërore që kryeveprat kanë ardhur nga dhimbje shumë të mëdha. Kemi autorë të tillë të tragjizmit si Edgar Allan Poe, të cilët kanë zgjuar në vetvete mendimtari të thrillit, të asaj që ne kemi të pasqyruar pastaj në filma të frikshëm në optik, por ajo është thrilli brendshëm, është gjendja gjenerale, gjendja e brendshme e njeriut. Kemi autorë të cilët kanë zgjuar mendimtari shumë të forta në një farë mënyre, dhe kjo ka ardhur nga një dashuri e humbur, ka ardhur nga një tragjedi, ka ardhur nga një sëmundje, nga një dhimbje, ka ardhur nga humbja tragjike e fëmijës, ka ardhur nga momente... Si momente reflektimi. Dhe këtu është një pikë që unë dua ta përmend zonjën e nderuar Flutur Açka, e cila më ka dhënë në krijimtarinë e saj një mësim që në jetë e rëndësishme është mos kesh njëshin absolut, që do thotë njëshin fatal, pastaj të gjitha tjerat janë të negociueshme. Dhe do thotë që ne nuk mund të negociojmë dot gjendjen më fatale, që është vdekja. Por të gjitha të tjerat ne i kemi të negociueshme. Dhe unë kam ardhur me këtë refleksion, që do thotë ne nuk duhet bëhemi pre dhimbjes, nuk duhet bëhemi pre e gjendjes, pavarësisht se çfarë kalojmë, por duhet me dinjitet t'i dalim ballë dhe të themi që unë e kam forcën për ta përballuar. Dhe këtu thash janë autorë të cilët kanë ngritur mendimtari në vite, të cilët si rrjedhoje gjendjes brendshme, por edhe indikacionit jashtëm, kanë ardhur me kryevepra botërore. Kemi Dante Alighieri, i cili na shpërfaq parajsën, ferrin dhe purgatorin me një mënyrë gati jo njerëzore, të asaj se si ne futemi në të përtej botshme. Pra këto e ka shkruar një njeri në vetvete. Kemi Balzacun, i cili ka ardhur dhe na ka shpërfaqur një dimensionalitet me komedinë njerëzore, ku ndërthur personazhet në mënyrë të tillë dhe na përshfaq atë aktualitetin e një vepre e cila në çdo kohë mbetet aktuale. Kështu që jemi në pikën që këtu sot lexuesi ka nevojë për letërsi e cila është frymëzuese, e cila nxit refleksion, por në të njëjtën kohë të godet dhe të bën të mendosh. Dhe ajo që mendoj që është interesante për publikun është kur shkrimtari vetvete nuk kërkon vetëm audiencë. Pra nuk del... Por ka dhe një mision që t'i ofroj diçka lexuesit pasi të ketë mbaruar vepra. Unë jam shkrimtari misioni. Pra nuk jam shkrimtari që do t'jemi në panajirin e librit në datat 12 deri në 15. Aty mund ta gjendë librin tuaj. Në panajirin e librit, por nuk është qëllimi im në vetvete që patjetër të gjitha kopjet e projektuara duhet të shkojnë deri në shitjen e fundit. Pra nuk është ky në vetvete qëllimi. Qëllimi është që të shkojë tek lexuesi, të ngjalli dhe të zgjojë mendim. Por unë do doja dhe do e vlerësoja jashtëzakonisht nëse të gjithë të njohur, pa njohur dhe ata që na ndjekin tani do të kalojnë për një vizitë dhe për ndoshta një shtrëngim duar, qoftë edhe të rastësishëm dhe miqësor, për të ndarë ndoshta një mendimtari dhe një filozofi ndoshta edhe momenti. Në tekstin tuaj përmendi që përballja me dhimbjen e diferon njeriu nga instinkti primitiv. A mund ta quajmë dhimbjen si formën më të lartë të njohjes së vetvetes? Ka dy forma, ka një mënyrë se si ndoshta dhimbja mund ta mposhti njeriu, mund ta çojë ndoshta në formën e shpërfytyrimit ose të arritjes momentit të tij më të dobët, pra momentit të tij ku ai nuk don të duket si i tillë, por që e bën rrethanët.
e bën ndoshta karakteri, e bëjnë kushtet në cilat jeton, sociale, ekonomike e të gjitha tjerat. Por nga ana tjetër mendoj që dhimbja vetvete të bën shumë të fortë dhe të ngrën në lartësinë e asaj që Nietzsche në filozofi e quan mbi njeriu, që do të thotë zhbërja e një veteje për të ndërtuar një vete tjetër, e cila është shumë herë më e fortë, e cila është shumë herë më e përballueshme në rrethanat ku ti ndodhesh, dhe ne jemi në proces të vazhdueshëm të bërjes vetvetes. A mund të frymëzojë dhimbja ndonjëherë ose të paktën të shërbejë si mjet transformimi për dikë? Po patjetër që po, patjetër që po. Do të thonë, kur ti gjen forcën për ta përballuar, për ta tejkaluar dhe për të qenë më i madh se ajo që ty të ka rënë, apo ai momenti në cilën ti ndodhesh, dhe ti jesh më i madh se sa gjendja ku ndodhesh, dhe mos të biesh në të ulesh në nivelin e situatës, apo të biesh ndoshta nganjëherë, nuk dua ta përdor si term, po në ignorancën e perceptimit të gjendjes, ti duhet të jesh më i lartë shumë më lartë se sa gjendja në cilën ti ndodhesh, për ta projektuar, për ta përballuar dhe nga ana tjetër për të dalë me një qasje tjetër, me një lullëzim tjetër, me një formë tjetër. Përveç parathënies tuaj, unë pash dhe një ftesë për lexim nga avokat Spartak Gjela, i cili në parathënien e tij u përshkruan si një poete që keni fuqi të lartë ndjesore dhe nivel të lartë artistik. Si e pritet këtë vlerësim nga një figure e njohur e letrave dhe mendimit shqiptar? Po, patjetër që është vlerësim shumë i lartë, është ndjehem mirënjohëse dhe jam e privilegjuar që avokati ka shkruar jo vetëm ftesën dhe komentin hyrës të librit, por nga ana tjetër ka bërë dhe një kritik letrare të një pjese të poezive, e cila do të paralelisht me daljen e librit në Panajir nesër, do të publikohet në mediat dhe në gazetën e shtëpisë botuese. Dhe kjo është vlerë e shtuar për veprën, për faktin që sot në letërsi dhe në librat që dalin rëndom, në një farë mënyrë nuk ka më kritik letrare, pra shkruhet ose për audiencë, ose shkruhet thjesht për pasion. Por ideja është që një letërsi e mirë duhet ketë kritik letrare, duhet ketë mendim kundër, duhet ketë njerëz që mbase dalin dhe gjykojnë që duhet ishte diçka ndryshe aty, apo ti duhet ta shikosh me një qasje tjetër. Kritika letrare në vetvete e bën veprën më të mirë, dhe miqësia ime dhe analizat e vazhdueshme dhe komentet që kemi patur me avokatin në 10 vite miqësi që kemi, dhe patjetër e gjitha kjo ka zgjuar dhe ka nxitur mendimin filozofik, por në të njëjtën kohë mua më ka shërbyer dhe patjetër sot jam shumë e lumtur që komenti i avokatit është në librin tim dhe audienca do të ketë mundësinë që të shikojë refleksionin e një njeriu të ligjit, të dijes dhe të letrave dhe të letërsisë, duke dhënë një opinion për një autore e cila vjen e re për publikun në këtë qasje. Përveç angazhimit tuaj politik, tani ju shikojmë edhe në poezi. Ka ndonjë lidhje ndërmjet këtyre dy fushave që ju aderoni? Dhe shpresoj që mos ta lini më një anë asnjërin as tjetrën për të angazhuar vetëm me njërin. Po absolutisht. Kur je nën, siç e thash, zgjon instiktin edhe shisën e gjashtë. Dhe mua mëmësia ma ka zgjuar shisën e gjashtë, por në të njëjtën kohë më ka bërë të përballoj dhe jetën në konceptin asaj që ne dim multitasking. Kështu që jam falenderuese për jetën që kam bërë dhe momentin ku ndodhem. Patjetër që do të arrit ti menaxhoj, siç kam bërë deri më tani. Patjetër për t'i mbajtur në lartësinë e duhur të asaj çfarë pret publiku, por tash përpara se të vinim këtu, do të thënë, kisha një mori mesazhesh edhe qindra njerëz që më shkruanin, ndërto ishte edhe një mesazh që më tha që libri duhet ta kishte emrin Dhimbja kërkon shenjestër, në sensin që në politikë je shenjestër, por i thash jo, deri në fund panajirit jemi të shenjtëria, pastaj kalojmë te shenjestra. Kjo ishte dhe ideja e dytë që kishte për titullin e librit, se më the që do ta zbulojë në fund. Cilat ishin dy dilemat që titulli tjetër, e citova pak më përpara, ishte ajo që un kam përmendur në spot, e vetmja botë që mbetet. Por ne, në një farë mënyrë nga i gjithë perceptimi dhe un
me atë si themi vullën përfundimtare për librin, vendosa që përmbledhja më e mirë dhe mënyra më e mirë për shku tek lexuesi ishte ky titull dhe ajo që mua mund të më përfaqësonte më mirë si karakter letrar, si karakter poetik, sepse në poezinë time unë në një farë mënyre përpiqem të shkoj tek lexuesi në mënyrë shumë reflektive, filozofike, por në të njëjtën kohë edhe të godas diçka, pra të mbetem në mendjen e tyre, pra nuk dua të shkoj në formën më të thjeshtë të mundshme, por patjetër që vlerësoj dhe respektoj kolegët, shkruesit që kanë qasjet e tyre për se si zgjedhin ata të shkojnë tek lexuesi. Në fund, çfarë do dëshironi që lexuesi të kuptojë dhe të ndjejë pasi të ketë mbyllur librin Dhimbja kërkon shenjtëri? Patjetër që dua dhe do isha e nderuar nëse lexuesi do të arrinte të perceptonte konceptin e librit, pa e reduktuar atë, por në të njëjtën kohë edhe pa e glorifikuar më shumë se sa unë kam dashur të them. Që do thotë, libri nuk flet në vetvete as për dhimbjen mirëfilli, pra nuk është as që zi sa perceptimi publik mund të jetë, okay, për dhimbjen, jo, nuk është për dhimbjen. Dhe nga ana tjetër do doja që as të mos zvoglohej, pra të kurrej dhe të reduktohej në atë që nuk është, sepse aty bota shpirtërore është universale, shkon nga ajo pika më e vogël që kemi ne brenda vetes deri tek zgjerimi i shpirtit njerëzor që është i madh sa një univers, e them në libër. Dhe ndaj do doja që lexuesi të perceptonte konceptin, nëse lexuesi do të arrijë të kapi konceptin e librit, që është shumë i bukur dhe shumë real, mendoj që do t'isha e kënaqur dhe do t'ishte realizuar misioni i botimit. Pra Dhimbja kërkon shenjtëri, një përmbledhje poetike e një dekade krijimtarie tuaj, zonja Gjuli, vjen ditën e nesërme në panairin e librit. Jo vetëm. Të nesërme po. Do me thonë nga data 12 deri në 15 nëntor, në këndin e shtëpisë botuese Toena, në Pallatin e Kongreseve, do t'jemi gjatë gjithë ditës, pra nëse duan të aksesojnë librin pa prezencën time, mund të shkojnë gjatë gjithë ditës, por për të aksesuar një farë mënyrë dhe për të qenë dhe unë aty prezent, është një fashë orare, para dite nga ora 11 deri në 12, ndërsa mbas dite nga ora 6 deri në 7. Do të jem fizikisht në mënyrë të tillë që për të ndarë mendime, për të nënshkruar librat apo dhe për të dhënë një autograf. Kjo shërben si një festë për të gjithë lexuesit që të vizitojnë dhe panairin e librit dhe pa diskutim që të bëjnë pjesë edhe këtë përmbledhje të poezive që ju keni shkruar. Ju falenderoj shumë për bisedën kaq të këndshme në studio dhe uroj shumë suksese në vijim. Shumë faleminderit, ishte kënaqësi dhe uroj që dhe ju të keni këmbën e mbar në këtë intervistë për librin. Shpresoj po. Mirë, shkëputemi për një hapësirë publicitare, bashkë shihemi në edicionin qendror informativ në orën 19. Përtej politikës, artificës, zhurmës dhe lajmit të përditshëm, diku aty mes heshtjes, fle e qet fjala. Fjala që bëhet ndjenjë, dëshmi, sfidë, vetë jeta jonë. Shkrimet e mia poetike nisën më shumë se një dekadë më parë, në kërkim të kuptimit të jetës, dashurisë, filozofisë dhe asaj bukurie që ndonjëherë humbet mes rrëmujës. Sot ju prezantoj librin tim të parë me poezi, një rrugtim shpirtëror mes dhimbjes, shpresës dhe jetës që jetojmë çdo ditë, sepse shpirti ka ende nevojë për letërsi të mirë, për poezi që vjen si muzikë për shpirtin. Dhe e vetmja botë që mbetet je ti, veç ti birë. E për këtë, ju ftoj të më bashkoni në panairin e librit nga data 12 deri në 16 nëntor, në këndin e shtëpisë botuese Toena, për të ndarë së bashku këtë libër i cili vjen si një vepër e munguar në realitetin shqiptar, Dhimbja kërkon shenjtëri, nga Arseida Gjuli.